Përshëndetje, jemi sot me Julin në radar për temën e paketës së maleve, një instrument i nxjerrë së fundmi nga qeveria për të nxitur zhvillimin në zonat malore, sidomos për ato prona apo asete të cilat nuk janë të certifikuara me certifikat pronësie, por kanë një posedues në vite. Për këtë tematik kemi sot kryetarin, kolegun tim Tonin Marinaj, i cili ka nderin të jetë përfaqësuesi një nga zonave më të bukura të Shqipërisë, me peizazhe përrallore dhe me një histori, aty ku janë krijuar mitet për muin e Alilin, aty ku gjendet xhubleta e bukur me ngjyrat më të bukura se ato të Pallojit, të thoshte një historian hungarez. Gjithashtu për këtë çështje kemi ftuar edhe avokatin e njohur të pronave, zotin Kujtimi Ibraj, i cili përveç faktit që është një avokat i mirënjohur, ka një lidhje shumë ngushtë sepse ai është malsor, dhe një nga ata malsor tipik që për malsin flet gjithkohës, përveç se edhe për pronat edhe për çështjet e tij ligjore. I nderuar kryetar, jemi në një fazë ku vetë qeveria ka dhënë një fokus shumë kryesor paketës maleve për të nxitur investime në zona prioritare në çdo njësi vendore, por avantazhet konkurruese që i ka malësia e madhe për implementimin e kësaj pakete nuk gjenden kurkund tjetër, mendoj dhe gjykoj, përveç avantazhet konkurruese që i jep vetë njësia vendore. Ku jemi, në cilën fazë është Bashkia Malësie e Madhe, a janë përcaktuar zonat prioritare dhe cilat janë ato? Ky ligj për gjithë ata banor apo individ është një ligj që i favorizon dhe ne si bashki kemi identifikuar gjitha zonat më të përshtatshme ose i na fokusu tek ato zona ku interesi është i tanishëm dhe janë në proces miratimit nga Ministria. Ne kena 80 aplikime. Kuptohet që shumica në zonën e Alpeve, ku përfshihet Boga, Vermoshi, Lëpusha, por që janë edhe zonat të tjera që janë të përfshim. Mund të themi që gjithë Malësia e Madhe mund të jetë pjesë zonë zhvillimore për nga karakteristikat që ka. Flas është pjesa më rëndësishme, mund të them edhe, e Alpeve shqiptare. Aty janë të përqendruar individ saktum. Po përveç kësaj, ne si bashki që në momentin që është lançuar ky ligj, edhe nëpërmes mediave, po nëpërmes kontakteve personale apo stafit tem, jena përpjek që ne t'jena mbështetës të këtyre biznesmenve që të futen dhe t'japin një zhvillim, duke pas parasysh që janë edhe përfitues të mëllej, sepse ky ligj i favorizon për të marrë një tokë apo një pronë që mas një ligj nuk mundet për me marrë, dhe të kenë mundësi zhvillimit. Ligji parashikon që kanë lehtësira fiskale 500%. Ligji normal e parashikon që edhe të vesh taksa, pra është një mundësi e shumë fisht për të përfituar ai që është i interesuar. Por që ne përveç pjesës deri tash, ne prap kontaktojmë ditë për ditë me persona që përpiqen t'ja argumentojmë se cili është momenti final për ta përfituar pronën. Ka nevojë edhe për t'i dhënë zhvillim vendit. Unë mendoj që qeveria dhe kryeministri kanë marrë një hap tejsisht domosdoshëm për t'i zhvilluar malet ose këtë zonë, por nuk është se kena vetëm malet, sepse kena shumicën e liçenit të Shkodrës në territorin tonë, që edhe ato janë përfituese, edhe aty ka disa persona që kanë shfaq interes.
Kena Rjollin, është një perl e vërtet, i qytetërim mendohet i lasht, i vjetër, edhe aty ka i interesa. Që që ne po presim, kena ngritë edhe grupet e punës për ata personat që kanë aplikuar, për të bërë verifikimet pa pas konflikte, kjo është pjesë, sepse do kalojnë edhe përmes e Këshillit Bashkiak, është një proces nga verifikimi deri te konkretizimi, dhe ata të jenë gatshëm për të pajis me leje. Unë mendoj që edhe nga kjo studio, ju bajnë thirrje që të vinë, të aplikojnë, dhe ne si bashki do jena gati të shërbejmë. Është një rast i jashtëzakonshëm për secilin që do të marrin porën e vet, ta zhvillojnë, edhe të krijojmë një imazh shumë pozitiv në zhvillimin e turizmit, jo vetëm Malësi të Madhe, por në gjithë Shqipërinë, nga vetë pozicioni gjeografik që ka Malësia e Madhe. Ka pasur dhe një përpjekje të hershme nga qeveria edhe me ligjin 2020 që ta rregullonte këtë, por ishte e pamundur për shkak të faktit se nuk ka dokumentacion për katës, nga procedusit jo pronar. Po, ligji 2020 është vetëm çështje tokës bujqësore. Nuk trajton pyjet e kullota. Pyjet e kullotat janë të bashkive, siç e dini edhe ti, apo të zonave të mbrojtna, por në këtë rast ekziston çmangja për kur është tokë e tij, ku mas verifikimit, për ta marrë, për të ndërtuar dhe për ta përfituar bazë të dokumentacionit që paraqit, që unë mendoj se ky ligj është shumë i favorshëm, edhe mundet me kanë përfitues çdo person që konstatohet se livalli apo pyetja është pronë e tij. Shiko, unë do ta filloj pak me pjesën e paketës ligjeve, e cilët ka filluar që nga viti 2013, pra me ardhen pushtet për socialiste, kemi një sër paketë ligjeve të cilat janë gjithmonë në lidhje me çështjet e pronësisë, qoftë në tokë bujqësore, qoftë në trull, qoftë në kullota ose livalle. Po të fillojmë që nga viti 2015 me ligjin mbi investitor strategjik, pastaj u pasurua me ligjin mbi Agjencinë e Trajtimit Pronave, ligjin 133 i vitit 2015, pastaj me ligjin mbi Agjencinë Shtetërore të Kalasit 111 i vitit 2018, dhe pastaj me ligjin 2020 i cili flet më shumë për tokat bujqësore dhe për amë të pët që quhen në gjuhën jargon e përditshëm, dhe pastaj jemi te ligji 20/2025 që është paketa e maleve. Atëherë, gjitha këto kanë qenë në funksion të thithës investitorëve dhe zhvillimit të zonave turistike, sidomos zonave malore, por edhe liçenore dhe detare, të cilat kanë dhënë efikasitetin e tyre në gjithë këto, po themi 10 vjeçar. Gjithashtu edhe me ligjin e ri mbi pushtetin me qeverisjen vendore, edhe ajo ishte një ligj i cili rregulloi më në fund bazarjes territoriale dhe rregulloi edhe kompetencat për veçeverisjen vendore, dhe tashmë jemi para një pakete të tillë, e cila sidomos është për zonat malore. Malësia e Madhe është një trev e cila ka një turizëm 12 mujor, për shkak se ka edhe pjesën liçenore dhe ka edhe pjesën malore. Pra në 12 muaj Malësi mund të bëhet një turizëm i gjithanshëm në gjitha stinat e vitit. Mos harroj, Malësia e Madhe shtrihet me një zonë liçenore nga ndarja administrative me Bashkinë e Shkodrës, nga zona e Grumirës ose e Vrakës dhe deri në Hantotit me 20 me zonë liçeni i Shkodrës, duhet të thoshin liçeni jo, liçeni pjesën e Art ose pjesën e Loanit e kemi ne, sepse sipërfaqja vetëm nga Vraka deri në Hantotit është 31 kilometër, pa përjashtuar pjesën e Malësisë, e cila lidhet me Malësia dihet në histori që është ndarë për gjysmë, pasi një pjesë e madhe e territorit të Malësisë ndodhet sot edhe në malin e Zi, siç është pjesë me qendrën e Toz të malit Zi, ku ne kemi malësorë tonë atje që jetojnë dhe me një gjaku dhe kemi marrë dhënë gjithë jetën me njëri tjetrin. Atë që të hyj direkt te pjesa e paketës male. Pjesa e paketës male është një ligj i koncentruar i cili jep ndihmë malësorëve dhe gjithë zonave ku përfshihet ky ligj që të bëhen pronar jo posedues, sepse ata posedojnë realisht, posedojnë me qindra vite, sidomos zonën ku unë banoj unë dhe Tonini është, ne dim që jemi në tokat e tona të vjetra, gjyshërve tanë dhe së gjyshërve tanë, por çështja është tek marrëdhëniet e pronësisë, pra nuk kemi titull pronësie. Pse ka ndodhur kjo në vite? Pse ndodh kjo për zonën sepse ja Malësisë Madhe? Si është historiku? Pse kanë ngelur pa një dokument që vërteton? Ja do ta shpjegoj. Çështja e pronës në Malësinë e Madhe ka vajt në kufit e vjetër. Pothuajse 90% e pronës ka vajt në kufit e vjetër, pra është ndar fshatshëm, po ta quajmë si shprehje. Dhe aplikimet për
pronën, kanë pas një gërsht mall ligjor sepse ne ishim dashur që të aplikojmë te Agjencia e Kthimit të Pronave, që më dalë ligjit vitit 76, 98, vitit 93. Për hir të vërtetës ka pas një problematikë shumë madhe dhe personat nuk janë drejtuar Agjencisë Kthimit të Pronave për kthim, sepse Agjencia e Kthimit të Pronave gjithë këto vite, pavarësisht se është marrë shumë, por ka pas një mungesë kapacitetit dhe ndoshta një mungesë mosbesimit për shkak të kthimit të pronës. Pra është një kalvari gjatë ligjor me Agjencinë e Trajtimit të Pronave, pasi edhe mund të drejtohesh, pastaj me Agjencinë e Trajtimit të Pronave mund të shkosh përfunosh përsëri në gjykatë. Dhe këto janë shpenzime shumë të mëdha që disa familje nuk i përballojnë. Atëherë është gjetë një mekanizëm ligjor, mbas ligjit 2020, është gjetë një mekanizëm ligjor për pjesat kullot dhe livalle, të cilat janë prona të tjetërsueshme mbas ligjit, pra nuk është pronë. Duhet ta cilësojmë, po. Pra, nuk lejohet, nëse një pronë është e patjetërsueshme, nuk lejohet që të kalohet pronësia palëve të tjera. Ne duhet të jemi vullnet mirë që ne të ecim me thithën e investitorëve dhe të vëmë në lëvizje poseduesit jo pronar, të cilët mund investojnë edhe vetë. Ligji jep gjithë lehtësira, po, sepse bashkia në rastin e Malësisë Madhe po flasim, ku kemi edhe kryetarin këtu, është bërë një punë mjaft e mirë për sa i përket hapësirave ligjore, vënë në dispozicion të gjithë stafit, të inxhinierëve, të topografëve, gatishmëria po për implementimin edhe paraqitjen e planeve linjë dhe paraqitjen si zonë zhvillimi. Sepse elementet që ka paketa e malë janë 4 elementë. Pra është kontrata kalimit pronësisë, është investitori dhe pjesa e zonës zhvillimit. Zhvillimi pastaj lënë ndërtimit është e fundit, pastaj si merret mbasi ka dalë zona e zhvillimit. Procedura fillon kështu, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë që përfiton në këto zona zhvillimi, po flasim ekskluzivisht pasi unë Tonin jemi malësor dhe ne shkojmë gjuha ku dhambi, ne na intereson më shumë zona jonë, pasi për realisht është edhe një ndër pelat e Shqipërisë për sa i përket investimit. Atëherë fillon bashkia vën lëvizje Ministrinë e Pushtetit Vendor, e cila i drejtohet për paraqitjen e zonave zhvillimit sipas prioriteteve që ka. Ministri i Pushtetit Vendor i paraqet Këshillit Ministrave projektin për shpalljen e zonës zhvillimit. Në momentin që kjo zonë shpallet zonë zhvillimit, pastaj qytetarët e ndryshëm posedues jo pronar, sepse nuk kanë titull pronësie, por e posedojnë dhe ligji e thot në mënyrë eksplicite që thot duhet ta ketë paktën në posedim mbi 10 vjet. Ose pavarësisht kontradikt me kodin civil ku thotë që Jo, nuk kemi para parashkrimit fitues, nuk është çështje parashkrimit fitues me titull ose pa titull, por jo. Me ligj në rastin konkret. Ne jemi në një listë posaçëm. Pra ligji posaçëm paketës male ta jep të mundësi pa jo drejtuar gjykatës që ti të shkosh me parashkrim fitues. Parashkrimi fitues fitohet nëse ti e paraqet gjithë provat që ti e posedon këtë pronë në mënyrë pa ndërprerje 10 vite, por një diçka ka dhënë edhe ligji. E supozojmë se ti kur nuk e posedon, por pronën e trashëgon. Pra nga të parët tu, nëse supozojmë një emigrant i joni i diasporës që jeton në Amerikë, i cili punon dhe jeton atje me gjithë familjen, ai e ka pronën aty. Dhe nëse vetëm ai duhet provojë që ka lidhet me pronën, pra ka pas lidhje të vjetra me pronën, dhe është edhe ai mund të aplikojë dhe mund të jetë jo me fjalë, nuk quhet pronar, po quhet posedues jo pronar, por pavarësisht lidhjes që tregon me pronën, pra ai është të parëve vet. Po, është jo posedues, është posedues po jo pronar. Se gjithçka lidhet te titulli i pronësisë. Kurse në këtë rast që përmenda, nëse pastaj shpallet zona zhvillimit, çdo qytetar mund të drejtohet bashkisë. Nëse unë si qytetar i drejtohem pronën që ma ka lënë gjyqi, unë i drejtohem bashkisë me informacione që kam paraqes planin e rivelimit, paraqes lidhen me pronën, paraqes deklarata, persona ndër, pra vërtetom që unë jam posedues dhe kam lidhje me këtë pronë. Bashkia mbasi unë paraqes gjithë dokumentacionin nevojshëm ligjor pranë bashkisë, bashkia më në 45 ditëve bën afishimin. Po, nëse ka konflikte pra afishimi ka një afat. Ne pretendojnë këtë pronë. Afishimi ka një afat 45 ditor. Pra brenda 45 ditë duhet marroj afishimi. Në momentin që palë të ndryshme nuk kanë ankesa, mbas afishimit bashkia e paraqet Këshillit Bashkiak listën e subjektëve të cilët kanë paraqitur kërkesat e tyre. Këshilli Bashkiak ka një afat për 20 ditë që ta miratojë dhe në momentin që kalohet edhe në Këshillin Bashkiak, pastaj ke marr titullin posedues jo pronar mbas vendimit të Këshillit. Dhe ky vendim i Këshillit shkon dhe regjistrohet në ASHK si posedues jo pronar në kartelën e pasurisë. Mbasi e regjistruar në kartelën e pasurisë, pastaj i drejtohesh për lenë zhvillimore. Pasi ke marrë këtë regjistrim, atë i drejtohesh Agjencisë Zhvillimit të Territorit në Tiranë. Por ç'a duhet? Duhet projekti që ke paraqit nëse ti je vetë financues, pra poseduesi apo është vetë financues, ose marrëveshja me investitorin në rast se ka marrëveshje të tilla, sipas përqindjeve ose si palë bien dakord sipas kodit civil.
Në momentin që paraqitet AZT-ja, pastaj e kalon tek Këshilli i Kombëtar i Territorit dhe i Ujit. Ajo është organi më i lartë që jep lehen zhvillimore. Mbasi janë mbledh gjithë ky ansambël dokumentacionit, pastaj pronarit i linë drejta që të lidhin kontratën e kalimit pronësisë me Ministrinë Përgjithëse, në këtë rast është mund të jetë Ministria e Ekonomisë, bashkë me Ministrinë e Financave dhe Pushtetit Vendor. Dhe pastaj arrim në konkluzionin që pronari është bërë pronar realisht i kalimit pronësisë, por mos harrojmë çmimi simbolik është 1 euro dhe kontrata fillestare është kontratë me kusht e cila regjistrohet një certifikat përdërimit. Pra ti bësh pronar i asaj pjese që ke aplikuar për lehen zhvillimore, jo më shumë, sepse pjesa tjetër është jashtë i ligjit. Pra pjesa tjetër pastaj mund të shkosh vetëm në gjykat që ta marrësh me prashkë fitues. Nga të tretë, jo për gjithë pronën që është aplikuar, por për një pjesë e saj, vazhdon të eci projekti për pjesën tjetër? Projekti leja merret vetëm për pjesën që ti ke aplikuar që nuk ke konflikt me palët e tjera. Pra nuk e ndalon procesin. Procesin nëse ti ke konflikt me palët treta ndalohet që në fillim nga bashkia. Pra nuk kualifikohesh. Skualifikohesh që në momentin që ka konflikt ose ka detyrime palë treta, është pronë e patje tërësueshme, pronë shtetërore, ka disa elemente, është pronë e forcat armatosur etj, të cilat aty skualifikohesh që në fillim. Pra, ligji ka dhënë gjithë hapësirat, sepse ne në Malësi për shembull kemi zona ku nuk kemi problematika ku pronë, po themi shtetërore e palëdujshme që patje tërësueshme nuk është. Pra, livalla dhe kullota janë të tërësueshme. Nuk kemi problematik, por themi me forcat armatosura në shumë raste, pothuajse pikat e shpërndarjes ose pikat e hapjes, siç në zhargonin e përgjithshëm, janë hequr tashmë. Dhe besoj që ne pjesa e territorit Malësisë Madhe përjashton 1 ose 2 raste mund të ketë komplekse, pjesa tjetër është pothuajse e lirë që qytetarët mund të aplikojnë që të gjithë. Kontratën e shitjes aplikuesi e bën me Ministrinë e Ekonomisë. Po, Ministria e Ekonomisë lidh kontratën ose ministri përgjegjës ose personat e autorizuar për ti lidhin kontratën e kalimit pronësisë, kalimit përfundimtar. Pra, unë bëhem pronar në momentin që lidhi kontratën shitjes dhe unë paguaj vlerën për 1 euro për metër katror. Është një çmim simbolik sepse lehtësira që përfitoj unë si qytetar, nëse unë përaqes një projekt për investime, mos harrojmë nëse po flasim për një hoteleri, po bie fjala, për 10 vite unë nuk paguaj asnjë lloj takset, as takë infrastrukturë, as TVSH, asnjë lloj takset për sa i përket sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë. Pra nëse po themi ke marrë një sipërfaqe për 10.000 metrash me 10.000 euro, i bie që ti ta kesh marrë pothuajse fal. Pra çështja 1 euro është vetëm çështje simbolike, vetëm çështje simbolike. Edhe marrëdhënie civile të caktuar e cila ka një vlerë simbolike. Pra është lënë thjesht vetëm kalimi i pronësisë me një vlerë totalisht simbolike. Sepse një biznes normalisht nëse flasim për një hoteleri, i bie që minimumi të paguajë 10.000-20.000 euro në vit vetëm taksa. Pra që në vitin e parë, që në start, të taksat janë hequr. Vitet tjera, po themi bëjmë thirrje qytetarëve të aplikojnë sepse vetë ato 500 thirrjet e para përfitojnë nga lehtësirat fiskale dhe ajo bëhet first out në kuptimin që do të përfitojnë ata sipas rendit të aplikimeve. Jo, pra ajo ka si tek pjesa e kodicit, pra përfiton ai që aplikon i pari. Po kjo është ajo shpejtësia. Sepse në përfitimin edhe aplikimet. Në përfitimin e këtyre janë vetëm 500 subjektet e para. Pra që flasim lehtësira fiskale. Pastaj nëse të vazhdojmë me tjera, pastaj do ketë taksimet ndryshme, pra atë punë është bërë që prakten 500 të parë të jenë lulet e para që të japin për paketës male. Besoj që ne malësorët nuk na mungon shkallësia, besoj ne do të jemi të parët do të jemi të parët në first list, që do të thonë që të ecim me këtë. Dhe unë besoj që për hir të vërtetës, me që e kam këtu nuk shuhem për elozhe shumë, po Tonini ka dhënë pak hovë asaj pjesë, jemi munduar edhe ne të japim gjithë secili nga ne kontributin ton aq sa kemi mundësi, por e vërteta është që ne duhet të informojmë njerëzit sa më shumë dhe ata të aplikojnë sa më shumë, që zona jote marr sa më shumë sepse i takon realisht, është një zonë pel që nuk e ka asnjë, për shembull zona e Kelmendit me gjithë fshatat e saj, duke filluar nga Tamaral, Pusha, Vermoshi e me radhë, është një pel, pastaj kemi zonën e Erasmus, pastaj kemi Bogën, pastaj kemi zonën e Rjollit, pastaj kemi zonën e Reçit, pra kemi po pra nga fillimi i Tamarës deri në Vermosh, një sër fshatash ku ata mund të jenë një zonë jo turistike, po mund të jetë puls që ofron vetë bashkia për shumë ato aktivitetet e bukura e lugubishme që janë tradita e pasërshme. Po Malësia ka alpine elitare që nuk i ka askush. I ka me veshje, nuk i ka të zhveshura. Pra, nëse ne flasim, nëse ne hym rrugës nga Hani Hotit deri në Vermosh, gjithmonë të shoqëron një gjelbrim i papar dhe të shoqëron edhe lumi Cem, i cili është unikal në llojin e tij.
Pra kemi një pasuri natyrore të pashteshme. Kreshtat e larta dhe ajo qetësia e atyre të bëjnë sikur takon Zotin në fakt. Tani kreshtat e larta për atë punë na japin krenarin që ne malësorët jemi edhe pak gjatë dhe bashkohemi edhe me Zotin. Nderuar kryetar, por projektet pak a shumë që aplikojnë apo ata persona që janë të interesuar për të investuar në zonë, pak a shumë çfarë objekti kanë këto projekte, ku konsistojnë më shumë? Kërkesat më shumë jo tek agroturizmi, ka edhe tek bujtina të vogla. Normalisht janë disa pak si tush të frenuar për ndërtimet mëdha për hotelet mëdha që resortit. Ka pasur aty vitet e fundit hoteleria. Janë pak jena në negociata, ka të tjerë edhe për një fabrik ujt, në zonën e Vuklit, një fshat aty në zonën e Kelmendit. Kuptohet që ky kontingent disa kanë potencial edhe financiar për t'i realizuar. Por si që të më përparën, ne jena në dispozicion të atyre aplikantëve, jena për t'i inkurajua, për t'ja u shpjegua, si që po diskutojmë edhe këtu ku jemi, që 500 projektet janë shumë të rëndësishme të gjitha përfitimet që ka aplikuesi. Dhe normalisht që menoj do jena të partë ose në të partë si bashki, pavarësisht për masave, sepse kjo është personale, kapitalin nuk është se ti ke mundësi ta dydërësh dikën të tërheqësh kapitalin për të një investim të sjellësh, por që ka shumë malësor që vetë e shohin me shumë dashuri. Pra, është njëra anë pjesa e përfitimit, por është njëra anë pjesa e përfitimit që përfiton për në vetë apo një biznes caktuar që ai do të ndërtojnë, por edhe pjesa që të kontribuojnë për vendin e vet, në emën edhe të familjes vet, edhe pak a shumë ne si rac shjuhna edhe tek pjesa e krenarisë tu pas edhe disa element që jo krejt gjithë i kanë. Për bujarinë e madhe. Për bujarinë, po për dashurinë e veçantë për vendin që kemi për prejardhjen. Jena një zonë që bujari e jashtëzakonshme dhe trimëria, pse mos ta themi, sepse vetë aty po si kreshnikëve. Sigurisht edhe vetë pozicionit që ne kena pas, dihet që kjo është e trashëguar tek na. Edhe luftat e pasjeshme që kemi pas. Luftat e pasjeshme që kena pas. Pra historia është një pasuri e çmueshme, edhe në bazë gojdhanave, po edhe në bazë të atyre që kanë shkruar, qoftë edhe shkrimtar të huaj apo shkrimtare. Dhe mendoj që Malësia e madhe mana 3 viteve janë 2 gjana që janë futur në UNESCO, që i përkasin enkas Malësisë madhe. Është Xhubleta, që është futur pjesë e UNESCO-s, po është futur, njëkohësisht edhe Lahuta, që Malësia kuptohet që shtrihet foli dhe avokati, pa një shtrije shumë të madhe. Edhe Matan Kufinit, historia ne ka nda, po Tuzi, Plave, Gucia, janë gjitha natyrale, pjesë natyrale. Gjitha do të thonë janë pjesë natyrale të Malësisë madhe. Dhe njëkohësisht jena të lidhun si tush edhe me trevat Kosovës, ku si tush që herët ju keni qenë herët kena kanë në atje, apo ata këto, pra në kuptimin e fjalës kena një histori të përbashkë, sidomos me PEN apo me disa zona tjera, domethënë të Kosovës. Që mendoj që zona e Rrugos, për shembull, ose gjitha zonë e Malësisë madhe, janë malësor. Mendoj që mundësitë janë,
Dhe ne në mbetet nxitja dhe investimet. vetëm nxitja, që ne me çdo kusht përpiqena ti nxisim duke ja observuar edhe vetë qeveria apo edhe investimi për disa investime të bëra nga ata se për shembull në pistë skish mendoj atje ka vende të jashtëzakonshme. Që do të për të thënë Malësia e Madhe është atraksion pa invid vraks e dejnë Mojt Kilmenit, e dejnë qafë Thorës. Bile marrën e bashkisë, rruga ma lartë toksore është qafa e Thorës. Pra është një vend që është i kompletuar me gjitha gjanat. Në thelb, po të vishën Malësit Madhe. Paketa është bërë ka si Malësin e Madhe në duket. Po, ashtu duket, po. Po të vishën Malësit Madhe, të duhen 3 ditë për çu, do me thonë, në zonat caktuar, sepse edhe territori është shumë i madh. Një ditë mund të shkosh Tamar, Elpush, Vërmësh, njëkohësisht mund të kalosh edhe Matan, Kufinit, ku edhe atje nëpërmes 2 doganave që njëra ka kënd dhe tjetra para disa viteve u hap, që lidhet me malin e zi, i krijohet një mundësi e madhe turistike çdo personi që hyn në Malësitë Madhe. Atëherë është zona e Reçit, që është një zonë e mrekullueshme, zona e Bogës, Erasmus, Fusha Azez, e janë i sër venesh që do të thonë mundën me i përmend ose me i diskutuar, po që duhet pastaj krejt bregu i Lisianit. Është perl ku janë bën disa ndërtime cilësore. Edhe shpresoj që do të bëjnë edhe të tjera. Ne tash me thonë për Malësinë e Toninit mund të flasim, na duhet një natë dimrit, nuk mbarojmë dot, por për hir të vërtetës jemi në zonat me resurse më të mëdha në Shqipëri për sa i përket sidomos ekonomisë malore dhe turizmit malor. Dhe unë besoj që ne shumë shpejt do të konkurrojmë ashpër zonat që kemi për afër, pasi na konkurrojnë një pjesë, sidomos zonat e Malit Zi, Kaloshini. Pra po të shkosh sot në Kaloshin, 80% e klientelës që është nga shqiptarët e Shqipërisë. Dhe ne na duhet në mënyrë urgjente që ne për shembull të shkojmë Kolashin kur mund të rinë Malësinë e Madhe. Bravo. Dhe kjo është ne e imediate ne na duhet, siç e përmendë edhe ju, një investim i mirë, ne na duhet investim jo vetëm në bujtinat janë një pjesë që presin aq sa fitet. Diversifikim. Na duhet diversifikim i zonës, na duhet në resorte jo aq të tepruara, po themi, por në resorte normale që mund të ofrojnë kushte për akomodimin e personave shqiptar dhe të huaj. Dhe Malësia e Madhe e ka këtë mundësi dhe e ka gjitha resurset, si thash. Malësia e Madhe jo pa qëllim është një emër i madh. Pra kryetari Bart një vete, kryetar bashkie i Malësisë së Madhe, Bart një vete shumë bart madhe, sepse për atë Malësi ka shkruar Homeri shqiptar, Lautën e Malësisë, Fishta, kemi personalitete pafund. Pra po të shikosh edhe gjithë treva, ka qenë një trev e lidhur dhe e fortifikuar me njëri tjetrin, dhe mos harrojmë edhe në pushtimet e ndryshme ne kemi vuajtur shumë, sidomos në luftë me kufitarët tanë, ne i themi shkije, po për qytetetës është një term pak i rënd, po me malazezët, deri edhe me serbët, pastaj vim edhe te pjesa e luftës me Turqinë. Malësia është një zonë e cila është veçqeverisur në pjesën e më përpashme para pushtimit osman, është qeverisur në mënyrë të përkryer, sidomos 2 familjet e mëdha që kanë qenë Balçaj dhe një familje me origjinë shqiptare, po me ndryshim i emrit Correvejt, por për hir të vërtetës Malësia ka pasur një zhvillim sepse ne rrugët që çojnë në Bashkimin Evropian ose rrugët evropiane toksore, rruga toksore që çon në Evropë është kalon nga ne. Pra nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç avionit ose tragetit, rruga që çon në Evropë, rrugë toksore dhe lidhja, po rruga toksore mos harrojmë diçka se sondazhet e nxjerrin që është udhëtimi më i sigurt. Pra dhe po shkosh në Evropë, nuk ke ku shkosh pa ardhur, pa kaluar nga ne. Jo pa qëllim edhe ne kemi pas lidhje të hershme të mëparshme me Evropën përndimore, sidomos me Venediksit. Dhe ka pasur një zhvillim shumë të madh. Pastaj me ardhen e viteve 1476, Malësia e Madhe pothuajse, siç nga Israeli në vitin 1476 ka ardhur pushtimi turk. Pra është dorëzuar pjesë Turqisë. Dhe pastaj ka kaluar, po themi si në 4 ndarje, por Malësia e Madhe mos harrojmë popullohet nga fisat më të vjetra ilire dhe më të vjetra që ka Shqipëria. Jo se mburi mund edhe Tonini, por e vërtetë është kjo. Që fisët e Kelmendit, fisët e Kastratit, fisët e Hotit, fisët e Shkelit, janë fisë gati me emër. Po, pra jemi në fisat kryesore të kombit shqiptar.
edhe i lidhur edhe me pjesën dardane. Pra, jemi i lirë dardan të përzirë, por jemi edhe në kuadër se përfitet kjo reforma territoriale, vetë Malësia e Madhe si lokalitet në kohën e Zogut ka ekzistuar. Ka qenë në prefekturë, që në kohën e Zogut, pra kemi pas një qeverisje të veçantë nga zona tjera, jemi vetë qeverisur gjithmonë, pra që në kohën e Bizantit dhe sot që flasim, ne jemi vetë qeverisur, përjashto vetëm rastet e pjesës së diktaturës, e cila është jemi emrin mbi Shkodra. Po mbi Shkodra, e cili ky emër na u vë nga pjesa e diktaturës. Po pse ndodhi kjo atëherë në atë kohë, apo për të humbur nga shkëlqimi Malësia e Madhe? Besoj që komunistët nuk vepruan mirë në atë pjesë, duke na shpallur një zonë armike, dhe Malësia e Madhe dihet që ka dhe një zonë shumë të persekutuar për shkak të regjimit komunist, sidomos zona e klerit katolik ka qenë e persekutuar, jo vetëm edhe në qytetin e Shkodrës, por sidomos në Malësinë e Madhe, ka qenë një zonë shumë e persekutuar, dhe besoj që me ardhjen e demokracisë ne riparuam një gabim 40 vjeçar, po ju rikthye mallështia e vetë emrit dhe ju rikthye edhe mallështia gjitha atyre gjërave që mallësorët kanë. Pavarësinë e tyre ekonomike, mënyrën e jetesës, ne shkojmë mirë me njëri tjetrin, jemi të lidhur me njëri tjetrin, kemi marrë dhe dhënë me njëri tjetrin, kemi kumari me njëri tjetrin, pra jemi një treve veçantë në llojin e vet. Po ne nuk kemi popull paragjikues, nuk paragjikojmë asnjëherë kurrë, aq më shumë, aq më pak njëri tjetrin. Ne jemi popull patriot, siç e thash, kemi luftuar që ne kemi qenë para roja e luftës në gjitha luftrat që janë bërë në Shqipëri, që nga koha jo vetëm Osmanëve, por që në kohën edhe me përparshme. Ne kemi qenë pararoja ose mburoja e Shkodrës, kemi qenë një kala rozaf e shpërngulur pak më lart, por skandër, po ajo që ne na ka dalluar gjithmonë ka qenë lidhjet e afërt dhe patriotizmi që ne kemi pas. Ne nuk kemi paragjikuar asnjëherë asnjë vend, ne duam kalan e Lulqinit siç duam edhe kalan e Ali Pashës, ne duam kishën e Madhe siç duam edhe xhamin e Plumit, ne duam edhe xhamin e Hembeut siç duam kishën e Laçit. Për ne nuk ka paragjykime në këtë pjesë, pra jemi një popull atë dashës dhe patriot. Absolutisht, jemi bujaria, shkenaria jonë. Buke krype zemër është shpreha jonë më e mirë, më madhështore që ka mallësore. Jo vetëm shpreha, po ajo është bezdakoni juaj. Unë merrem shumë me çështjet e pronësisë dhe punën time të përditshme, ha shumë vështirësi për sa i përket çështjet e pronësisë. Pasi çështja e pronësisë është e fillon me një origjinë pronë, mund të marrësh me një dosje kaq. Pra kanë edhe kalvarin aty origjina e pronës, vërtimi i faktit juridik, qytetarshërimisë, regjistrimi etj. Mos harrojmë që edhe procesi gjyqësor. Dhe kemi edhe probleme tjera pastaj për sa i përket çështës pronësisë, avokatura e shtetit, dhe nëse ti shkon atje, avokatura e shtetit pastaj do të ndjek dhe në gjykatën e lartë. Pa vlefshmëri titulli, kemi një mos përputhje me ligjin e agencisë trajtimit pronave dhe ka një konflikt me që këtë duhet nëse do më lërë vetëm duhet ta cek pak se ka një konflikt mes kodit civil dhe ligji 133/2015 për sa i përket agjencisë trajtimit pronave. Pra në nenin 16 në mos gaboj .c, nëse nuk gaboj, ka thot pravenimi i formës për quhet deri në momentin e gjykatë lart. Çfarë bie ndesh me kodin civil? Se kodi civil e përcakton që në apelin është jo formë për. I ekzekutueshëm, po. Sepse forma e prerë ngaherë ne risët e ngatrojmë. Forma e prerë kur është? Forma e prerë është deri në momentin që shkon Strasburg. Kemi bërë shumë debate, unë për vete kam bërë shumë debate me shumë profesorë të njohur, po kodit civil thot është i ekzekutueshëm. Pra si për një çështje penale është i ekzekutueshëm dhe për çështje civile. Por në këtë rast unë besoj që ne do marrim iniciativë që të dërgojmë gjykatë kushtetuese këtë pjesë, sepse nuk ka sens që nëse zoti Marina i merr një vendim të apelit, pra e ka fituar pronën në vendim të apelit dhe nuk e regjistron dot në ASHK për shkak sepse ASHK-ja kërkon që vendimi të jetë edhe gjykatës lartë. Pra është nonsens. Është s'ka sens, po bravo. Dhe ky nonsens besoj që duhet ta rregullojë gjykata kushtetuese, sepse një neni 16 është kundërshtim me kushtetutën mbas kodit civil. Nëse për vetë mënyrën e ndërtuar të ligjit për paketën e maleve, shpresojmë shumë që të kemi edhe një implementim. Kjo nuk ka lidhje me këtë që thash. Kjo është një ngërsh ligjor, kjo është një ngërsh ligjor, kjo është sqarim për qytetar, kjo është një ngërsh ligjor që ka kjo hap për interpretim kushtetues. Kurse paketa e maleve, këtë që flasim, ky ligji 2025 është totalisht në bazueshmërinë e kushtetutën dhe nuk ka asnjë pengesë ligjore, nuk bie ndesh as me kodin civil, as me kodin e procedurit civile. Ka pasur zëra nga opozita më shumë për faktin e kësaj pjesës konfliktit social që mund të lindin. Jo, nuk ka lidhje konflikti social. Ne ris vërtetës duhet i themi gjërat ashtu që janë. Ne dim ku i kemi tokat e njëri tjetrit. Ne dim ku jeni më të qartë. Absolutisht jemi shumë qartë sepse kemi 35 vite dhe baballar tanë dhe gjyshët tanë i kanë ditë kufit dhe ne kanë treguar dhe ne nuk kemi asnjë problem me njëri tjetrin. Ne dim kufit secili ku i kemi, nëse konfliktet vogla që ka, që ato janë totalisht zgjidhshme. Pra, nëse kemi një konflikt civil, atëherë palët mund të jetojnë në gjykatës, mund ta zgjidhin me gjykatë.
Ne po flasim për një ligj i cili ka vënë qendër vëmendjes pushtetin lokal me qytetarin. Dhe kjo besoj është një marrëdhënie. Nxitjen e zhvillimit ekonomik në një lokalitet caktuar, e cila në bazë të ligjit ka shumë lehtësime dhe mund të operojmë shumë lehtë. Nxitë punësimin. Po, sepse mos harrojmë edhe diçka. Bashkia ka drejt mbledh informacion, marrë edhe informacion në ASHK, përgjigje juridike të pronës, marrë informacion agjencinë e trajtimit pronave mund të marrin informacion, ka venim kthimit pronave, pra po nga institucionet po, pra mos cënojmë palët e treta. Dhe gjithë kjo do të pak për kushtim, për hiç vërtetës, por unë besoj që për shembull Tonini në Malcinë e Madhe ka punuar shumë me stafin e tij, besoj që stafi i tyre kanë qenë gjithmonë i hapur dhe është në dispozicion të qytetarëve. Për vendin që përfaqëson të bën që dhe jo pa qëllim besoj jemi avangard në Shqipëri në numër aplikimeve, nuk besoj që ta ketë kush një numër aplikimesh që e kemi ne, edhe për shkak specifike të zonës që kemi, po kuptohet por them që po mos harrojmë diçka, doja të cekja këtu vetëm diçka të vogël. Ne mos harrojmë kemi diasporën më të fuqishme që ka ku në Shqipëri, sidomos në Amerikë dhe në Angli. Është një element i rëndësishëm. Element shumë i rëndësishëm. Kanë kapacitet edhe financiare, po. Dhe unë besoj që nga kjo përfitojmë që emigrantët tanë, vëllezërve tanë, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Angli, që të vinë të investojnë në vendin e tyre, në shtëpiat e tyre, në tokat e gjyshëve të tyre. Shiko, ne jemi pak të ndjeshëm për sa i përket vendit tonë, jemi shumë ndjeshëm, ne nuk durojmë që për Malcinë flitet një fjalë keqe, sepse jemi rrit atje, mos harrojmë. Lidhja kush është lidhja që të lidh me vendin tonë? Lidhja që të lidh me vendin tonë është toka, shtëpia, kemi njerëzit, kemi varret e baballarëve, gjyshërve, tafërmet tanë. Pra, toponimet kryesore, po të shkosh në një fshat ose një zonë ku duhet ta gjesh toponimet kryesore, duhet të gjesh te varrezat e vjetra. Pra, ne nuk mund të ikim dhe ta lëshojmë Malcinë dhe të themi që po ikim në Amerikë. Ne në zemrën e kemi ato përjetimet e fëmijërisë. Jo vetëm përjetimet, kemi varret aty, nuk kemi ku të shkojmë. Jemi detyruar që shkojmë te varri i babës, te varri i nanës, te varri i gjyshit, te varri, pra është një lidhje e veçantë. Pra jemi një zonë e veçantë për sa i përket kësaj lidhje të veçantë që kemi. Dhe jo pa qëllim, ne nuk i lëm kur tokat tona. Asnjëri në Malci po të shikosh sot, shumë pak i shet pronat në sipërfaqet malore sidomos. Pse? Sepse është një shprehje që që prona e babës shitet shumë vështirë. Ka të rrënjët. Edhe i mesazhi fundit nga kryetari i bashkisë. Unë ju bëj thirrje të gjithë banorëve. Ka një moment historik që të vinë edhe ata që s'kan aplikuar. Mos hezitojnë. Mbështetjen e bashkisë dhe qeverisë do ta kenë. Kuptohet me gjithë ato principe që ne bisedojmë këtu, mana rregullave, pa ju nga kaskuj, që të përfshin të japin një hau të madh turizmit malor. Duke mos i përmend gjithë ato specifika që ka zona jonë, gjithë ato resurse, gjithë ato vende të bukura. Po përveç këtyre vende të bukura ka edhe njerëz banorët e Malcisë Madhe janë të jashtëzakonshëm, kudo që shtehen. Mendoj që janë besoj edhe të veçantë. Edhe e donë shumë vendin e vet. E kujtojnë shumë trashëgimin e vet. Edhe dëshira e tyre është gjithmonë të kenë diçka pavarësisht se kujtojnë. Siç tha pak më parë, unë para tokën e të parëve që karakterizon disa kohë kam bërë disa vizita tek komuniteti jonë, në Angli, Itali, në Amerikë, Kanada. Është për të ardhur mirë që janë rrit edhe tek ana intelektuale, sepse koha e komunizmit ne kanë një zonë totalisht e përsekutuar. Edhe mundësia që fëmijët e asaj kohë të shkonin në shkolla të rëndësishme, mjek, inxhiniera, kanë ekstremisht kufizuar. Sot po të shkosh, janë mjek në Amerikë, fëmijëve mi, shokëve mi, të këtij inxhiniera, profesionet ndryshme që
janë konkurrent. Janë sot kuptohet që janë edhe në punë mjek apo majnë vende fiks majnë vend dinjitoz kudo që punojnë. Pra janë lule, janë shkrenari për ne. Edhe normal edhe printit tyne janë rritë shumë në biznes, shumë në ekonomi, sa që unë shumë herë pyetja si ka mundësi që ka arrit në këtë nivel. Por jo vetëm atje, po edhe këtu në Shqipëri, janë malësorë që kanë ecë fuqishëm, qoftë nga ana intelektuale, por edhe nga ana politike, edhe ekonomike. Kështu që unë ju baj thirrje edhe herë nga këtu, që të vinë, ne jena të hapur, jena dashamirës, që të japim gjanë më të mirë, malësisë madhe, dhe gjithë atyne që kanë dëshirë të avenë një gurë në vendin e vetë. Tu pas parasysh që kanë edhe mundësinë financiare. Sepse janë dy gjana, është dëshira e mundësia. Por gjithsesi edhe mundësia mund të lidhet me dikën tjetër që ka ekonominë dhe tjetër ka tokën. E ne do jena në çdo kohë korrekt edhe serioz për të përmush këto që unë po them. Faleminderit nga zemra për Faleminderit dhe juve. Faleminderit që na Juliana për të shpjeguar qytetarëve për implementimin e kësaj pakete që nxit zhvillimin në territor. Ne këtu folëm për avantazhet konkurruese të malësisë madhe në implementimin e këtij ligji, sepse vetë paketa që ajo ofron e bën të tillë, por Shqipëria kudo është e bukur dhe patjetër ka potencial zhvillimi në çdo cep të saj. Faleminderit. Faleminderit.